Jam sot këtu për të kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të Edi Rams dhe Lubi Ballukut nga postet e tyre. Berisha kërkoi largimin e Ramës dhe Ballukut për korrupsion, bllokim të drejtësisë dhe dosjen e Akshit. Përgjegjësinë më të madhe ja faturoi kryeministrit. Akshi nuk është kontrolluar nga Lubi Balluku. Akshi ka qenë ekskluzivitet total i familjes Rama. Në dosjen e Akshit janë veprat më të shëmtuara në historinë e kombit, vjedhja e plotë dhe totale e të gjitha dhënave të sigurisë kombëtare dhe ato që kanë lidhje me aleancën e Shqipërisë që vinë nga Aleanca Atlantikut Veriut të Shqipërisë. Kërkoi që të gjithë të marrin shembullin e vlonjatëve. Që reaguan në mënyrën më të fuqishme, ja u zun galar në fyt zyrtarëve makut, që kanë vjedh fondet e furnizimit tyre me ujë, fondet e ujësillësit, dhe ishin mbledhur të festonin me to. Protestat e qëndrueshme kërkoi edhe në Tiranë, ndërsa paralajmëroi se në janar nis betejë finale për rrëzimin e Ramës. Se rruga e vetme është protesta e qëndrueshme. Të ndahen nga apatia, lodhja, mërzitja, zhgënjimi që i ka pushtuar. Bulevardi është sheshi i fitores, është rruga e fitores. Asnjë prej tyre nuk duhet t'i thot vetes se sa jemi. Idealet nuk maten me numra. Forca e idealeve nuk matet nga numrat, por nga guximi. Dhe guximi i idealizmit është i pashtershëm dhe triumfues. Sali Berisha kërkoi që Edi Rama t'i hap rrugë arrestimit të Belinda Ballukut, duke paralajmëruar betejë dhe në rrugë ligjore për pengimin e mbledhjes së Këshillit të Mandateve.